Nën presionin e Trumpit të Shtetet Bashkuara, Maduro i drejtohet Rusisë, Kinës dhe Iranit për ndihmë ushtarake. Në një kohë kur Shtetet Bashkuara po përqendrojnë trupa dhe mjete ushtarake në Karaibe, presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro, ka kërkuar ndihmë nga Kina, Rusia dhe Irani për forcuar kapacitetet e vjetruar ushtarake të vendit. Sipas dokumenteve të brendshme të qeverisë amerikane të siguruara nga Washington Post, Maduro ka kërkuar sisteme radarësh, riparime avionësh dhe madje edhe raketa nga aleatët e tij strategjik. Në dokumentet thuhet se kërkesat ndaj Moskës janë dërguar në formë një letre drejtuar presidentit Putin, e cila pritet të dorëzohet personalisht gjatë një vizite në Moskë nga një përfaqësues i lartë venezuelan. Një tjetër letër adresuar presidentit kinez Xi Jinping përmban kërkesën e Maduros për zgjerimin e bashkëpunimit ushtarak mes dy vendeve me qëllim përparimin e përshkallëzimin e tensioneve mes Shtetit Bashkuar dhe Venezuelës. Në të ai kërkon gjithashtu që kompanitë kineze të përshpejtojnë prodhimin e sistemeve të radarëve për të rritur aftësinë mbrojtëse të vendit.